Mirëdita zonja dhe zotëri, në mëngjesin e 16 janarit 1991, bota u zgjua me zhurmën e motorëve të parë të avionëve që niseshin drejt Bagdadit. Në mbrëmjen e po asaj date, lindja e mesme nuk ishte më e njëjta. Historia na ka mësuar se luftat e mëdha nuk fillojnë me shpërthime të mëdha, por me heshtje dhe ultimatume të cilat zakonisht skadojnë në mesnatë. Kështu ka ndodhur. Sot jemi në prill të 2026-ës dhe kjo heshtje duket sikur shfaqet më rënd se kurrë. Data është 22 prill. Shikoni me kujdes këtë imazh. Nuk është thjesht një paradë ushtarake, është një deklaratë lufte e shkruar me hekur. Një raketë iraniane Khorramshahr e ekspozuar në rrugët e Teheranit, e rrethuar nga një turm e cila ulërin vdekje Amerikës, vdekje Izraelit. Por ajo që ka ngrirë zyrat e inteligjencës në Langley në Londër është një afishe e thjeshtë e ngjitur tek trupi i raketës. Aty shkruhet: objektivi është Rasul Gaz, Katari. Ky nuk është thjesht kërcënim ndaj një shteti si Katari. Është një kërcënim kundër dritës dhe ngrohjes së gjysmës së planetit. Në këtë investigim që do të bëjmë sot, do të hyjmë në prapaskenat e një negocimi i cili po dështon në mënyrë spektakolar. Do të zbulojmë përse Donald Trump po humb durimin dhe si bota po përgatitet për një kaos i cili mundet të nisë brenda 120 orëve të ardhshme, pavarësisht se duket si një film i madh. Sipas gazetarit veteran të Washington Post, David Ignatius, ne po dështojmë në negociata më të çuditshme të historisë moderne, thot ai. Imagjinoni një tavolinë ku të dyja palët po bëjnë si kur duan paqen, ndërsa nën tavolinë i kanë thikat gati dhe po bëjnë një lojë tjetër krejtësisht. Ignatius sjell një shembull brillant nga përvoja e tij 15 vite më parë në Iran. Ai tregon se në kultura të caktuara kur negocion, rregulli i parë është asnjëherë mos trego dhe mos e lër të kuptohet se ti e dëshiron atë që po kërkon. Iranianët janë mjeshtra të kësaj. Ata tregojnë se janë gati të largohen, gati të djegin gjithçka, vetëm që pala tjetër të ulet në gjunjë. Dhe këtu vjen pikërisht përplasja me stilin dhe me personazhin Donald Trump, cili ndryshe nga paraardhësit e tij e ka përdorur një strategji shumë të zhurmshme. Postime në rrjetet sociale, deklarata, kërcënime, sulme totale dhe më pas tërheqje e papritur. Do ju çojmë në epokën e gurit, tërheqje e papritur. Sipas raportimeve më të fundit nga Chatham House, ky stil i bërtit dhe tërheq ka prodhuar një efekt anësor katastrofik, ka rritur vetbesimin tek Irani. Ata nuk e shohin më Trumpin si të paparashikueshëm, por si një lider që ka frikë nga impakti ekonomik i një lufte para zgjedhjeve. Dhe ky keq kuptim, thonë në Londër, mund të jetë shkëndija që mund ta djegë rajonin. Kalojmë pak tek ajo që bota nuk duhet ta merrte vesh. Portali Axios ka publikuar detaje që ngjajnë me një skenar të britanikëve të Chatham House. Vetëm pak orë më parë, një delegacion i nivelit të lartë amerikan, i kryesuar nga Jared Kushner dhe Steve Witkoff, janë nisur drejt Pakistanit. Ky duhet të ishte takimi sekret që do të vuloste marrëveshjen e madhe me Iranin, por ndërsa avioni i tyre ishte mbi oqean, erdhi një mesazh i shkurtër nga kanalet e inteligjencës pakistaneze. SMS e shpejt: delegacioni iranian nuk do të vijë në takim, do të kthehen mbrapsht. Po pse s'do vinë? Çfarë ndodhi? Burime nga Intelligence Online tregojnë se Irani e ka konsideruar raundin e fundit të kërkesave amerikane si një dorëzim pa kushte. Trump kishte urdhëruar që blokada e porteve iraniane të mos hiqej derisa Irani të çmontonte plotësisht sistemet e tij të mbrojtjes ajrore. Për Iranin kjo do të ishte një vdekje politike e padiskutueshme. Kur Kushner u kthye në Washington me duar bosh, avioni u kthye mbrapsht, Trump thirrri një mbledhje urgjente në Situation Room. Mesazhi i tij ishte i qartë: i dham kohë, por koha mbaroi. Megjithatë, ai bëri diçka që askush nuk e prishte. Zgjati armpushimin edhe 3 deri në 5 ditë të tjera me stilin e tij të pakuptueshëm.
Pyetja është, a është kjo diplomaci apo është thjesht koha që ushtria amerikane ka nevojë për të pozicionuar mjetet e saj goditëse? Këtu është pyetja e madhe. Nëse dikush mendon se kjo është një lojë që ne nuk na prek, raportet e International Institute for Strategic Studies në Londër thojnë komplet të kundërt. Nëse lufta shpërthen, Irani nuk do të sulmoj vetëm ushtrinë amerikane. Plani i tyre i koduar në mesazhet e Gardës Revolucionare është shkatërrimi i të gjitha nyjeve dhe objektivi i parë është rasul gaz në Katar. Katari që ka bërë aq shumë përpjekje. Pse? Sepse Katari furnizon një pjesë të masive të botës me gaz të lëndshëm, LNG. Një goditje aty e kombinuar me mbylljen e Hormuzit do të fikte dritat në shumë prej kryeqytetet europiane dhe në shumë prej kryeqytetet e botës. Mediat franceze si Le Monde diplomatik dhe ato britanike po japin alarmin për mungesa ushqimore globale, si që shpjegova para 2 ditësh. Zinxhiri i furnizimit po ndalet, çmimi i naftës mund të kthehet në një numër që bota nuk e ka parë kurrë, pra mund të kalojë $250 për fuqi, po thonë europianë. Në prapa sken, brenda Iranit, situata është po aq e tensionuar. Vrasja e Ali Larijxhanit, i cili konsiderohej njëri nga njerëzit e balancës, ka krijuar një vakum që plotësohet nga pjesa tjetër e ekstremit, që nuk besojnë fare tek diplomacia, besojnë vetëm tek apokalipsi i madh dhe përplasja e pashmangshme me perëndimin dhe dominanca totale e lindjes mesme. Ndërsa ne flasim, qielli i lindjes mesme është i mbushur me sinjale. Aeroplan mbajtëset amerikane po lëvizin në forma sulmi. Avionët po dërgohen në bazat e përparme në Jordani dhe në Qipro. Europa po merr masa emergjente për kontrollin e fluturimeve civile. Trump vazhdon të luajë lojën e tij të fundit. Ai ka ndaluar luftën në Liban duke i bërë presion Netanyahus, vetëm që t'jetë i lirë për goditjen finale ndaj Iranit. Por Hezbët e Libanit sapo kanë kryer një sulm të ri, duke treguar se fitili është tashmë i ndezur në shumë vende njëkohësisht të rajonit. Të dyja palët kanë arritur në përfundimin e rrezikshëm se kostoja e paqes është bërë shumë më e lartë se kostoja e luftës. Amerikanët kërkojnë shkatërimin e programit bërthamor një herë e përgjithmonë. Irani kërkon rënien e dominancës amerikane në lindjen e mesme, qoftë edhe duke djegur veten. Kemi edhe 120 orë dhe ky afat do të skadojë. Fotografia e asaj rakete në Teheran nuk do të jetë më një mjet propagande Khorramsharit, por realiteti i një bote që po hyn në një territor krejtësisht pa njohur, dhe pyetja nuk është nëse do të fillojë lufta, pyetja është kush do të jetë aty në rajon për ta parë fundin e asaj lufte. Dhe këtu duhet shohim dhe duhet vim tek një moment i dytë shumë i rëndësishëm, pa të cilin ne nuk mundemi ta kuptojmë me qartësi atë që është duke ndodhur në rajon. Sepse situata ka shkuar në një pozicion të tillë që askush nuk është në gjendje ta kuptojë me përpikmëri të lartë se çfarë do të ndodhë. Ju keni parë Donald Trumpin 12 herë vetë kërcënon tërhiqet, por kujdes, kjo është skem, nuk është film i pakuptueshëm. Mëngjesin e kësaj mërkure, që është 22 prilli 2026, presidenti Donald Trump doli para mediave amerikane me vetbesimin që e karakterizon dhe mesazhi i tij ishte i prerë. Blokada është 100% e suksesshme. Irani po humbet $500 milion çdo ditë dhe ekonomia e tyre është në një prag kolapsi, ka thënë Donald Trump sot. Por pak më vonë, ndërsa zyrat e Pentagonit janë ende ndezur, një realitet tjetër po shfaqet në ekranet e inteligjencës detare. Ndërkohë që bota beson se ngushtica e Hormuzit është e blinduar nga flota e pestë amerikane, diçka tjetër krejtësisht e pashpjegueshme është duke ndodhur. Çfarë po ndodh, duhet ta kuptojmë. Ky nuk është thjesht një supozim, janë të dhëna të ftohta që vijnë nga harta satelitore.
dhe koordinata gjeografike precize. Tani të zbulojmë pak se si anijet fantazma të Iranit janë duke u tallur me fuqinë më të madhe ushtarake në botë me Amerikën. Çfarë po bëjmë? 34 cisterna nafte iraniane kalojnë në mesin e vrimës së gjilpërës. Dhe pse kjo histori mund të jetë fillimi i fundit për bastin e madh të Donald Trumpit në lindjen e mesme? Këtu po luhet diçka e madhe. Donald Trump nga njëra anë thot, ne jemi duke korrur një sukses të paimagjinueshëm dhe kemi gjithë situatën në kontroll, dhe nga ana tjetër 34 cisterna iraniane kalojnë dhe thyen blokadën amerikane dhe futen në vrim të gjilpërës kur të mos kishte ndodhur asgjë. Pa asnjë diskutim që këtu ka diçka që nuk shkon. Nëse doni ta dini të vërtetën, kujdes, mos dëgjoni lajmet. Ndiqni jo televizionet, jo YouTube-in, jo lajmet, jo gazetat, jo portalet. Po çfarë ndjekim o kërshnik? Po doni të mësoni të vërtetën, ndiqni naftën. 2 raporte bombastike që sapo kanë dalë nga Financial Times dhe Bloomberg kanë tronditur Washingtonin. Pse kanë tronditur kërshnik? Çfarë thanë këto? Gazetarët investigativ të këtyre 2 mediave nuk kanë përdorur burime anonime. Kanë përdorur aplikacione të monitorimit të trafikut detar në kohë reale. Dhe i kanë treguar me prova popullit amerikan çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh? U zgjuan amerikanët dhe panë se rezultati është një goditje në stomak për diplomacinë amerikane. Që nga fillimi i blokadës totale 34 cisterna nafte kanë kaluar me sukses hyrje daljet në portet iraniane. Po flasim për rreth 11 milion fuqi naft që kanë dalë. Vetëm sot, Irani ka realizuar eksporte me vlerë $910 milion. Ky është imazhi i një shteti që është gjujzuar. Kjo është shifra e një shteti që ka gjetur rrugën e pasme të shtëpisë. Këto shifra tregojnë pikërisht këtë. Nuk tregojnë në asnjë mënyrë që është një shtet i gjujzuar, ose janë duke u marrë vesh me Trumpin në tavolinë në mënyrë që të shfryjnë tullumbacen përpara se të shpërthejë. 19 anije cisterna iraniane të ngarkuara gjerë në gryk me naftë janë nisur në drejtim të Indisë dhe të Kinës, konsumatorëve më të uritur të planetit që nuk i njohin dhe as i pranojnë dhe refuzojnë t'i pranojnë blokadat amerikane apo embargon e tyre. Pyetja që po çmend sot Pentagonin është si ka mundësi, si është e mundur që teknologjia më e avancuar në botë e ushtrisë amerikane nuk mundi t'i ndalojë cisternat. Investigimi i Bloombergut zbulon një skem që ngjan me filmat e spionazhit. Si mund të fshehesh një anije 300 metra gjatë të mbushur me naftë, nga mund ta fshehesh, si mund ta fshehesh dhe si mund të kalojë. Ju jeni të mençur vet apo jo? Sepse keni kohë që ndiqni këtë kanal dhe keni kohë që ndiqni të tilla analiza të imta dhe të hollësishme për te i perdes. Rregulli i parë është stili apo skema e kameleonëve detar. Anijet iraniane po ndërrojnë identitetin e tyre në mes të detit. Disa mbajnë flamurin e Gambias, ndërsa të tjerat të vendeve të vogla që askush nuk i kontrollon. Kjo është skema numër 1. Rregulli i dytë janë anijet e errunta. Në momentin që i afrohen zonës së blokadës, ekuipazhi që aktivizon pajisjet e transmetimit AIS ose AIS. Këto pajisje bëjnë që ato anije të zhduken nga radari civil, bëhen fantazma me njëherë në mesin e gjirit arab. Por ka diçka tjetër më shqetësuese. Financial Times
raporton se disa nga këto anije kanë kaluar pa asnjë përplasje. Dhe kjo ngre një hije dyshimit të tmerrshme. A ka pasur raste kur forcat detare kanë kthyer kokën më njanë? Apo Irani po përdor korridore sekrete në hundën e marinës amerikane? Kontrolli mbi ngushticën e Hormuzit, të cilin Trump e shpalli si të blinduar, duket se pas ka vrima më të mëdha se sa pranohet zyrtarisht, më të mëdha se të jorganit të fukarajt. Natyrisht, Amerika nuk qëndron duar kryq dhe komanda qendrore amerikane ka lëshuar versionin e saj të ngjarjeve. Sipas tyre, blokada funksionon. Ata deklarojnë se kanë ndaluar 28 anije dhe i kanë detyruar ato të kthehen me forcë mbrapsh në destinacion. Momenti më i tensionuar i javës ishte kapja e anijes Tosca. Forcat speciale amerikane zbritën nga helikopteret dhe morën kontrollin e mjetit nën kërcënimin e armëve. Washingtoni e ka kriminalizuar çdo përpjekje për t'u ofruar porteve iraniane dhe ka bërë këtë me dorë të hekur. Por këtu qëndron edhe paradoksi. Nëse blokada është 100% e suksesshme, pse duhet kapësh 28 anije dhe të lejosh 34 anije të kalojnë? Shifrat nuk përputhen. Sipas instituteve të inteligjencës detare, ky nuk është kontroll terreni, është presion teatral. Trump po luan një lojë bastesh të larta në media, por në ujërat e turbulta të gjirit, Irani po tregon se ka ende ndikim masiv dhe hapësira për të kaluar. Pse ky dështim i pjesshëm i blokadës është kaq i rëndësishëm? Sepse kjo do të thotë se konflikti nuk do të përfundojë shpejt. Irani nuk po e ndjen presionin maksimal që do ta çonte drejt kapitullimit. Kujdes, për sa kohë që arrin të shesin 11 milion fuqi naftë në dorë, ata kanë oksigjen për të vazhduar rezistencën sa t'ju doj qefi ju. Por ndërkohë që Washingtoni dhe Teherani janë duke e bërë këtë lojë macja me miun, bota është duke mbajtur frymën sepse vendet e gjirit arab janë të ekspozuara si kur më parë. Ata janë në vijën e parë të zjarrit. Çdo cistern që kalon, çdo anije që kapet, rrit rrezikun e një shkëndije që mund të shndërrojë gjirin, vendet e gjirit në një fushë betejë të hapur, që askush se di si e ka fundin. Think tanket më të rëndësishme në botë paralajmërojnë. Nëse Donald Trump vazhdon të pretendojë suksesin ndërsa realiteti tregon të kundërtën, ai po ecën drejt një kurthi. Irani po e tërheq Shebahan drejt një lufte rënimi. Një luftë e cila punon për ata që din të lundrojnë në errësirë dhe din të shpojnë jorganin. Dita e mërkur po mbyllet me një bilans kontradiktor. Donald Trump thot se po fiton, shifrat e satelitëve tregojnë se Irani po mbjeton 910 milion fuqi sa po kanë hyrë në arkën e Teheranit, duke e thyer tërësisht blokadën dhe kontrollin amerikan. Çfarë do të ndodhë nesër? A do të urdhëroj Trump një forcim edhe më brutal të blokadës, duke rrezikuar një përplasje direkte me Kinën, apo me Indinë, apo do të pranoj se blokada detare është në rregull me një deklaratë publike, se sa me një realitet që është krejtësisht ndryshe në terren. Një gjë është e sigurt, 34 anijet që kanë kaluar sot nuk transportuan thjesht naftë, ato transportuan mesazhin se në këtë luftë të vitit 2026 asgjë nuk është ashtu siç u tregojnë në televizion ustallarët. Ne do ta vazhdojmë ta ndjekim çdo lëvizje në radarin e këtij konflikti i cili do të ndryshojë botën një herë për gjithmonë. Qëndroni të informuar, ky është vetëm fillim. Dhe keni parasysh për gjithë ju që më shihni për herë të parë, kjo është Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adleu. Ne jemi të vendosur t'ju shpjegojmë botën në mënyrë që më pas të kuptoni çfarë do të ndodhë me Adleun tuaj, sepse këta tanët janë lojtarë dhe zarë të vegjël të lojës së madhe. Kur nuk kanë mundësi të marrin vendimin e tyre. Në pamje të parë, dikjo e mërkur, për shembull, duket një ditë e zakonshme në rrugët e Tiranës, të Prishtinës apo të Shkupit, kështu duket. Por ndërsa ne shohim përditshmërinë tonë,
në ujrat e turbulta të gjirit arab, luhet një lojë e cila do të përcaktoj sa do të kushtoj buka javët e ardhshme në tërëzën tuaj, sa do shpenzosh në supermarket. Shpesh ne mendojmë se jemi larg vatrave të zjarrit, por në një botë të lidhur me fije të padukshme, Shqipëria dhe Ballkani janë stacioni i fundit ku përplasën dallgët e këtij konflikti botëror. Kur 34 cisterna iraniane thyen blokadën e Donald Trump, ata nuk po transportojnë thjesht naftë për Kinën, ato po transportojnë pasiguri për bursat globale, për një rajon si Yni, ku çmimi i karburantit dikton çdo lëvizje të ekonomisë. Kjo luftë mes fantazmave në ngushticën e Hormuzit është një alarm që duhet dëgjuar me vëmendje, me dy sy dhe me dy veshë. T'ju tregoj pak çfarë ndodh në portet e fshehta të Iranit, pse ka rëndësi për xhepin tuaj më shumë se sa premtimet politike që dëgjoni nga mashtruesit e Tiranës këtu. Më të rëndësishme se sa premtimet të tyre janë anijet sekrete në Hormuz. Nuk do ju mbaj shumë, mbarova. Pse duhet të dim nëse do ta fitoj apo do ta humbas luftën me Teheranin Donald Trumpi? Sepse stabiliteti i Ballkanit ka qenë historikisht që varet nga Amerika dhe nga pozicioni amerikan në të gjithë lojën globale. Nëse kjo blokadë dështon dhe tensioni shpërthen në një konflikt të hapur mes Amerikës dhe Iranit, portet tona në Adriatik dhe rrugët tona tregtare do të ndjejnë më njëherë goditjen e parë. Një rritje e pakontrolluar e çmimit të naftës nëpër bursa për shkak të pasigurisë në Hormuz, por ne do të kthehet pa diskutim në inflacion galopant dhe në një krizë të rrezikshme furnizimi. 34 anijet iraniane që kaluan sot janë një mesazh se kontrolli global është thyrë dhe kur gjigantët përplasen, janë vendet e vogla si Shqipëria ato që duhet përgatiten për stuhinë e madhe. Ne nuk jemi thjesht spektatorë miq të një videoje në YouTube. Ne jemi pasagjerë të një anije globale që po lundron në ujëra të panjohura me dallgë shumë të mëdha. Tensioni rritet, blokada ka vrimat e saj dhe koha po mbaron. Unë do ju informoj sepse ky vit dhe distanca gjeografike që na mbron nga e vërteta do të jetë shumë e vogël. Kujdesuni për vete, qëndroni të informuar, informoni miqtë tuaj, shokët, dashamirësit, familjarët tuaj dhe të gjithë bashkë. T'ja dalim me sukses, të mbjetojmë me sa më pak kosto nga kjo lojë e madhe, e cila rrezikon të na përplas të gjithëve në shkëmbijt e thepisur të brigjeve pa emër, këtu në Ballkan, apo kudo ku gjendeni nëpër botë. Ju falenderoj shumë për kohën, e vlerësoj shumë mbështetjen tuaj. Mbështeteni kanalin, çojeni atë pjesës tjetër të shqiptarëve, derisa të rishihemi në darkë. Sërish me të tjera zhvillime të mëdha. Bëni like, share, subscribe kanalit dhe uroj të kaloni mirë derisa të rishihemi sërish. Mirë dëgjofshi.